Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 10, vargjet 25 në vazhdim. Atëherë Jani, mësuesi i ligjit, u ngrit që ta vinte në provë dhe i tha: "Mësues, çfarë duhet të bëj që të trashëgoj jetën e përjetshme?" Dhe ai i tha atij: "Çfarë është shkruar në ligj? Si e lexon?" Dhe ai duke u përgjigjur tha: "Duaje Zotin Perëndin me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë forcën tënde dhe me gjithë mendjen tënde, dhe të afërmin tënd por si veten." Por ai i tha atij, u përgjigje drejt: "Bëje këtë e do të jetosh." Por ai duke dashur të justifikoj veten apo të drejtësoj veten, i tha Jezusit: "Dhe kush është i afërmi im?" Jezusi u përgjigj dhe tha: "Një njeri zbriti nga Jeruzalemi për një Jeriko dhe ra në duart e kusarëve, të cilët si e zhveshen dhe e bën me plag, u larguan dhe e lanë gjysmë të vdekur. Rastësisht një prift po zbriste në atë ull, dhe mbasi e pa atë, kaloi në anën tjetër, po ashtu edhe një levit, kur arriti në atë vend, erdhi dhe e pa dhe kaloi në atë anën tjetër. Por një farë samaritani që po udhtonte erdhi atje, kur e pa, ju dhimbs. Dhe erdhi pranë, ja lidhi plagët, duke derdhur vaj dhe verë, e pastaj e hipi mbi kafshën e vet, e çoi në një han dhe u kujdes për të. Dhe të nesërmen, kur do të dilte, nxori 2 denarë dhe ja dha hanxhiu duke thënë: "Kujdesu për të, dhe të shpenzosh më shumë, unë do t'i jap kur të kthehem." Cili nga këta 3, pra, të duket se u bë i afërmi i tij, që ra në duart e kusarëve? Dhe ai tha: "Ai që tregoi mëshirë ndaj tij." Atëherë Jezusi tha: "Shko bëj kështu edhe ti." Kjo është fjala e Zotit për ne sot, dhe ta mirëpresim atë si të tillë. Tema për sot është një samaritan. Një samaritan. Çfarë është qëllimi i kësaj pjese? Pra, kjo është tema, por çfarë është qëllimi i kësaj pjese është: bëje, jetoje apo veproje atë që beson. Vështirësia jonë është të bërit asaj që themi apo pohojmë se besojmë. Kjo është vështirësia më e madhe e jona si krishterë, për të bërë atë që themi apo pohojmë se besojmë. Dhe shpesh edhe ne zhgënjehemi nga njerëzit dhe nga njëri tjetrit, sepse herët avon mund zbulojmë se ai vepron ndryshe çfarë nga sa ka thënë, apo nga se ka pohuar, apo nga çfarë beson, rrëfen se beson. E kjo ka të bëjë me integritetin. Kjo ka të bëjë me integritetin, me të jetuarit të asaj që pohojmë, themi që besojmë. Pra, gjithë hasim në këtë vështirësi. Ne pohojmë se e duam Zotin, po dhe e duam njëri tjetrin, apo jo, ne e pohojmë këtë. Por pyetja që ngrihet sot është: si e dallojmë, si mund ta dallojmë unë apo ti te unë, unë te ti? Si mund ta dallojmë që ti e don Zotin? Si ta kuptojmë që ti e don Zotin? Si shfaqet, si duket dashuria jote për Perëndin? Dëmshuria, dashuria, falja e njerëzve apo e njëri tjetrit, apo mungesa saj, mungesa këtyre, zbulon cilësinë e besimit, apo dashurisë, apo mendësisë që ne mbajmë kundrejt Zotit, kundrejt Perëndisë tonë. Ajo tregon pra reagimin kundrejt njëri tjetrit. Ky reagim është treguesi si do të veprojmë, pra me mëshirë pa mëshirë, me falje apo mos falje, me dashuri apo mos dashuri. Është tregues i vërtet i shëndetit apo i marrëdhënies tonë me Perëndin. Jemi rrugës për në Jeruzalem, mani men. Jezusi ka kthyer syt drejt për të shkuar në Jeruzalem. Jezusi do të shkojë atje për treguar dashurinë e tij për tijet, për treguar dëmshurinë dhe mëshirën e tij për tijet, duke shkuar në kryq për të vdekur për ta. Dhe Jezusi në një nga ato ditë që po shkonte pra për në Jeruzalem, përballet me pyetjen e një mësuesi të ligjit, një doktori të ligjit apo një juristi. Ky është një jurist i ligjit. Dhe në këtë përballje mësuesish, pra përballet ky mësuesi i ligjit, ky jurist i ligjit me mësuesin, me Jezusin vet, gjen një nga historitë apo të shëmbëltyrat më të bukura të treguar për Jezusit,
por gjithashtu shohim edhe urtësinë e tij të pashoqe, që është një urtësi vërtet perëndie. Vërtet perëndie. Jezusi pyetet, por ai nuk përgjigjet. Në fakt, vetë pyetësi, juristi përgjigjet në këto raste, në dyja raste që do shohim. Jezusi e kthen pyetjen me pyetje për ta lënë juristin e ligjit apo doktorin e ligjit apo profesionistin e ligjit për të folur vetë. Struktura e kësaj pjese, t'ja u them shkurt, struktura e kësaj pjese është kështu. Juristi i ligjit pyet Jezusin, Jezusi ja kthen me pyetje, mësuesi përgjigjet. Pra ky juristi përgjigjet, pra vetë bën pyetjen, Jezusi i bën një pyetje, ai vetë përgjigjet. Pastaj në historinë e dytë, në dialogun e dytë, prap juristi pyet, Jezusi tregon një histori, e pyet atë, juristi përgjigjet, dhe në fund të këtyre pjesëve, vetë, pra masi është përgjigjur vetë juristi, Jezusi jep të njëjtën gjë, apo thot të njëjtën gjë. Bëje atë që thua. Bëje atë që pohon. Kaq. Ai bën pyetjen, thot, si mendon ti, je përgjigjen vetaj, me që e din përgjigjen, bëje atë që sapo përgjigjesh, sapo pohove. Pyetja e parë, e mësuesit ligjit apo e juristit ligjor. Urdhrimet e mëdha, duaj e Zotin, duaj të afërmin tënd. Vargjet 25-28. Luka na tregon që një rast që nuk ka specifikuar, nuk e tregon çfarë rastit, një mësues i ligjit, një doktor i ligjit, një studiues i dhjatës vjetër, në veçanti e Pentatukut apo 5 librave të parë të ligjit, një teolog shumë i përgatitur, u ngrit për t'i bërë një pyetje. Siç kemi thënë, Jezusi kur mësonte nëpër sinagogë, apo ulej, zakonisht ulej në një stol të vogël dhe të gjithë njerëzit dëgjonin, ishin ulur këmbë kryq për ta dëgjuar. Por nëse dikush kishte një pyetje për mësuesin, atëherë ngrihej në këmbë, shenjë respekti. Kështu ishte tradita, kështu është mirë në fakt. Kur dikush i bën një pyetje tani, shtrihet më shumë se profesori më tregu që edhe unë jam në, por kështu ishte atëherë, ngrihej në këmbë në shenjë respektit për t'i bërë pyetje mësuesit. Ai u ngrit të bante një pyetje, vjen thotë u ngrit, pra kanë qenë ulur, u ngrit për t'i bërë një pyetje. Por pyetja nuk ishte e sinqertë. Ai nuk po pyeste për të marrë informacion, për të marrë dije apo për të mësuar, por që ta provoj se ç'lloj përgjigje do t'jap Jezusi. Pra me një fjalë ky mësues i ligjit ishte një hipokrit. Pyetja ishte tendencioze. Vini re për ta vënë provë. Edhe i tha, mësues, çfarë duhet të bëj që të kem apo që të trashëgoj jetën e përjetshme? Pyetja e tij, çfarë duhet të bëj? Sugjeron atë që besojnë hebrejnë dhe ne e dim të asaj kohe, dhe jo vetëm të asaj kohe, hebrejnë të asaj kohe, por shumicën e njerëzve në këtë botë sot. Pra idenë që çfarë duhet të bëjmë për shpëtimin e madh vepra, apo si mund ta fitojmë, apo vetë meritojmë jetën. Duke përjashtuar, duke nuk menduar, apo duke përjashtuar hirin hyjnor të Perëndisë mbi të cilën është bazuar shpëtimi jonë. Në fakt, Jezusi është mësuar me këto lloj pyetje tendencioze dhe me hile, her pas herë ka ndodhur kjo, e shohim më vonë tek Luka 20:20. Mund të lexoj nga 19, thotë në atë orë kryepriftërinjtë dhe skribët kërkuan ta vënë duart mbi të, sepse kuptuan se ai kishte thënë atë shëmbulltyr për ata, por kishin frikë nga populli. Ata e përgjeronin me kujdes dhe i dërguan disa spion, të cilët duke u paraqitur si të ishin drejt, pra janë spion, janë mëkatar, por paraqiten si drejt, si burra të mirë, ta zinin nga bim. I dërguan ta frejsen, ta spionët ta zinin nga bim në ndonjë fjalë dhe t'ia dorëzonin pushtetit apo të autoritetit qeveritar. Vini re, dërgojnë për ta kapur Jezusin me një fjalë. Jezusi mësuar me këto kurthe i kthehet juristit apo studiuesit ligjit, me që ti je specialist i ligjit, çfarë thot ligji që duhet bërë? Vini re. Juristi i jep një përmbledhje të ligjit. Pra,
Në ligjin e Pentateuku, në ligjin e 10 vjetër, janë më shumë se janë 614 ligje të ndryshme. Por Perëndia në urtësinë e tij, gjithë morinë e ligjeve i ka përmbledhur në 10 ligje kryesore, dekalogu, që i lexuam në hyrje të shërbesit ton. 10 ligje më kryesore ka përmbledhur. Por edhe përmbledhja ka edhe i përmbledhje të përmbledhjes. Pra nëse nga gjithë ato ligjet 10 janë më kryesore se zgjedhi Perëndia për ta përmbledhur ligjin, ka edhe një përmbledhje të përmbledhjes të 10 urdhërimeve. Pra ka një përmbledhje. E para është pra të 4 ligjet e para kanë të bëjnë me Perëndin. Lidhje me Perëndin. Një është Perëndia, mos bëj skulpturë, mos e përdor emrin e Zotit kot. Respektoje shabatin, nderoje Zotin. Ligji për 3:65 thotë, dëgjoj Izrael, si e përmbledh tani te ligji Perëndia këto 4 ligjet e para. Dëgjoj Izrael. Duaj Zotin tënd me gjithë zemrën, me gjithë mendjen, me gjithë forcën tënde. Dhe pastaj për 6 të dytat që kanë bajnë me raportin mes njerëzve, për 6 dytat tek Levitiku 19:18 thotë, duhet afërmin tënd por si veten, sepse unë jam Zoti. Pra, nëse thotë mos vill, mos gënje, mos lakmo, etj. Nëse e përmbledh, duhet afërmin por si veten, i ke zbatuar këto janë të fut me xhet këto sepse unë nuk njeh ndonjë person që gënjen veten, vjell veten, mashtron veten apo lakmon veten. Tani mund të jesh i çmendur dhe mund ta bësh, por natyrshëm. I drejtohen këto mëkate dikujt tjetër. Nëse e don si veten, atëherë nuk e vjell tjetrin sepse e don si veten, nuk e gënjen tjetrin se e don si veten, e me radhë. Vetë Jezusi në një rast tjetër, kur u pyet nga një skrip mësues i ligjit, cili është urdhërimi më i madh nga gjitha urdhërimet tek Marku 12, 30 dhe 31, ai u përgjigj në të njëjtën mënyrë me këtë përmbledhje, me këto 2 vargje. Dëgjoj Izrael. Urdhërimi më i madh është duaj Perëndin tënd, me gjithë zemrën, me gjithë mendjen, me gjithë forcën tënde. Dhe duhet afërmin por si veten. Pali apostull të Galatasit 5:14 thotë një të njëjtën gjë, duhet afërmin por si veten tënde. Duaj Zotin me gjithë shka tënde, pra si e përmbledh kjo? Duaj Zotin për mbi gjithë shka, me gjithë zemrën, me gjithë mendjen, me gjithë forcë, me gjithë shpirt. Ashtë ndryshme e thanë, duhe me gjithë shka tënde, me gjithë qenjen tënde duhe Zotin. Edhe tjetrin, por si vetë veten. Dhe pasi vetë juristi e dha përgjigjen, Jezusi i tha në vargu 28, vini re. U përgjigje drejt. Po është e vërtet. Ajo është e vërtet, ajo që ti po pohon me gojë është e vërtet. Bëje këtë dhe do të jetosh, vini re. Bëje. Shumë mirë the. Bëje këtë. I do të jetosh. Tani apo mëson Jezusi këtu një mënyrë të re shpëtimit, që ne shpëtohemi me anë veprave? Jo, por Jezusi e di që njeriu dhe vetë personi e di që ai nuk e don Zotin me gjithë zemrën e tij, me gjithë shpirtin e tij, me gjithë forcën e tij, me gjithë mendjen e tij. Dhe ligjin nëse nuk e zbaton plotësisht në çdo pikë e plotësisht e vazhdimisht, atëherë e ke shkelur dhe ligji nuk të shpëton por dënon. Dhe në vetë ligjin, në fakt dhe mëkati, pra ligji tregon natyrën e mëkatare. Dhe na drejton ne, thot Galatasit, për te Krishti, shpëtimtari jonë. Sepse vëllezër motra, nëse jemi, ngjoj këtë. Sepse nëse jemi xheloz, nëse jemi inatçor, nëse jemi zemrak, nëse nuk falim, atëherë kjo do të thotë gjë këtë, që ne nuk e duam Zotin me gjithë zemrën. Sepse thelbi i natyrës së mëkatit është, gjë këtë, cënimi i natyrës perëndisë dhe të ligjit të tij. Thelbi i natyrës së mëkatit, kur mëkatojmë, çfarë do të mëkatit ku do dikujt tjetër, nuk falim, a nuk kena mëshirë, a nuk ndihmojmë, a nuk japim a diçka. Thelbi i mëkatit zbulon thelbin e natyrës perëndisë dhe ligjit të tij. Prandaj Davidi kur mëkatoi me Bathsheben dhe bani mëkat kundër saj, mani men. Bani kur vri me Bathsheben, i vrau të shoqin, çoi ushtrin në luftë, mashtroi, gënjeu, e bani disa mëkate kundrejt njerëzve.
Në Psalmin 51:4 të rrëfimin e tij thot, edhe pse kishte mëkatuar ndaj Bethshebes, burrit saj, popullit e me radhë, familjes tij e me radhë, 51:4 Davidi thot, kundër teje dhe vetëm kundër teje kam gatuar o Zot, e kam bërë atë që është e keqe në sytë e tu. Jo në sytë e këtyre. Kundër teje, pra kur kam gënjur, kur kam vrarë, kur kam mashtruar, kur kam bë këto gjëra kundrejt tjerëve, nuk thot kam gatuar kundër tjerë, thot por kundrejt teje dhe vetëm kundrejt tejet kam bërë këtë të keqe në sytë e tu, o Perëndi. Ku juristi i ligjit, i vërbuar nga vetëdrejtësia, duke menduar se është i mençur dhe në mençurinë e tij është verbuar. Ai mendon se s'ka nevojë për hir. Dhe Jezusi me ironi thot, bëje, vazhdo po munde. Po munde provoje, po munde t'ja dalësh. Nëse s'don Zotin, atëherë duhet ta duash të afërmin. Ky jurist i ligjit u kap ngusht, sepse ai e di që është i pamundur, që e ka të pamundur, se aftësia, se zgjuarësia, se përgatitja nuk ndihmojnë ty apo dikën tjetër që të shpëtohet. Të nëse e din që duhet ta duash Zotin me gjithë zemër, nëse e din që duhet ta duash të afërmin tjetër me gjithë zemër si veten tënde, provoje bëje. Zbatoje përgjigjen tënde, zbatoje atë që ti pohon. Por Jezusi kur u lut, vetëm 3 vargje më sipër herën tjetër e pam, Jezusi kur u lut dhe nga zlleu frymën e tij, shaj tha, falenderoj o Atë, sepse jo afshehe këto gjërat urtëve dhe të mençurve. Kush janë? Juristët e të ligjit këta, ja u fshehet urtëve dhe të mençurve dhe ja u zbulove fëmijëve të vegjël. Ky juristi i ligjit është i mençur, i urtë, i zgjuar, e din përgjigjen, por është i verbër. Por ja u zbulove të vegjëlve. Ky jurist, nga një mësues i urtë, u kap për urtësisë pa shoqe, e tash si sillet si një fëmijë natçor. Tani sillet si një fëmijë natçor. Nëse me të vërtetë don Zotin, atëherë gjë e këtë e kam për ty. Nëse me të vërtetë don Zotin, atëherë duhet afërmin. Bëje. Sepse kjo do të thotë bindje, sepse bindja morale është më shumë se sa veprim i jashtëm, është çështje e zemrës, është çështje e qëndrimit brendshëm zemrës, sepse një zemër e parilindur që nuk e don Zotin me gjithë zemër, nuk mund ta dojë tjetrin si veten. Edhe e kthyer ndryshe, kthej mbrapsht, ai që nuk e don tjetrin si veten, nuk e don Zotin me gjithë zemrën e tij. Dakor? Nuk e don Zotin me gjithë zemrën, me gjithë shpirtin, me gjithë forcën e tij. Pyetja e dytë. I natosur, i zhan ngusht, si një fëmijë i natçor tashi, sepse është kapur në mençurinë e tij. Mësuesi i ligjit pyet, kush është i afërm im? Dhe si ta dua, kush është i afërm im? Juristi i ligjit është kapur ngusht dhe tash, si themi i delekeqja, si themi ne i delekeqja tash, ta kapur kush e çet keqin e tij me një pyetje tjetër impulsive. Duke dashur të justifikohet, të vetë drejtësohet, vini duke dashur tash të kap mat, Jezusi tash si mi ik, së më kapi, ma zbuloj që ka kam katar dhe vetë nuk mund vetë drejtësohem, dhe nuk e dua Zotin me gjithë zemër, dhe nuk e dua të afërmin si veten tim, atëherë pyet kush është afërm im. Qëndrimi i tij përsëri është i gabuar. Ashtu si në të parin. Sepse në të parin ai do të nxjerr Jezusin keq, ngjaj këtë. Në të parin ai do të nxjerr Jezusin keq. Në të dytin do të nxjerr veten mirë. Në të dytin do të nxjerr veten mirë, ta mbuloj veten e tij, ta justifikoj veten e tij. Kush është i afërm im? Fjala greke këtu për të afërm nuk është vetëm për kojshin, pra nuk e ka fjalën për kojshin i afërm atë që kam ngjit me shpinë. Fjala për kojshin në greqisht është periokios.
Por këtu përdoret fjala hoplesion, është një fjalë tjetër që është më shumë se koqësia, është i afërm pra njerëzimit, gjithë njerëzit, gjithëve duhet i duam si veten ti, është më larg. Tani teologët hebrejnë kishin diskutim se kush hyn tek i afërmi dhe deri kur zjerohet gjeografia e afërsisë me dikën. Për shembull, nuk konsideroi të afërm ata që ishin publikisht mëkatarë, si prostitutat, targamlellësit e tjerë, nuk konsideroheshin si të afërmit tanë. Dhe sado që e zgjeronin afërsinë me dikën hebrejt, asnjëherë dhe asnjë rast nuk e kalonin jashtë kombit tyre, duje vetë thjesht përkufizoi brenda kombit duj hebrejt, ata deri maksimumi mund ta zgjerojmë tek hebrejt, tek shqiptarët. Sado se është po themi, duje lagjin, duje qytetin tim, duje rajonin tim, duje kombin tim, kaq. Grekët nuk mund t'i duam, nuk janë të afërmit tonë. Serbët nuk janë të afërmit tonë. Armiqt nuk janë të afërmit tonë. Nuk mund t'i duam, por Jezusi ka mësuar, duaj armiqt tuaj. Dhe Jezusi i tregon tash, pra ai bën pyetje kush është i afërm, pyetja e dytë. Jezusi tani tregon një histori, nuk i jep përgjigje prap. Por tregon një histori pa ju përgjigjur direkt. Ja historia. Historia njihet si historia e Samaritanit mirë, edhe pse fjala këtu nuk e thotë që është i mirë, por kuptohet që është i mirë nga çfarë bën Samaritani. Një njeri, dhe këtu nuk thot një jude, por supozohet që është një jude, një hebre, zbriti nga Jeruzalemi për një Jeriko. Tani Jeruzalemi është lart në kodër, është 750 metra mbi nivelin e detit, Jeriko është 200, Jeriko e re, qyteti i ri i Jerikos, vendbanimi i ri është 250 mbi nivelin e detit. Rruga për shkuar pra nga kodra e Jeruzalemit në Jeriko, si më thënë shkon gjarë për rushe në për mal, për zbritur është një rrugë ngushtë me kthesa, shkretir me gur, e përshtatshme për grabitçar dhe për hajdut, për prita. Rreth 25 ose 27 kilometra e gjatë, është pak a shumë sa më shku këtu në Vorë diçka tillë, nuk e di sa është, por thjesht më dhani ide, por është në tatpjeta, në kthesa, në rrugina me gur dhe e sikletshme. Dhe duke kaluar andej, ky jude, ky person pra, ranë e duart e kusarve, cilët e zhveshën, pra i morën gjithçka, i morën rrobat. Tani kur unë thua ashtu, ama se rrobat i kanë marrë, si kanë marrë në gjatë madhe, rrobat në atë kohë në kohën e Jezusit, rrobat ishin gjysma e pasurisë. Se mani men, pra ne vetëm të pasurit kishin 2 palë rroba, mani men që thotë Gjoni, thotë nëse ke 2 tunika, jepja tjetrën shokut, pra nuk është si sot që kena 35 palë kpucë, 16 palë atlete, bluza, i ndrojmë dhe i kombinojmë të verdhën me jeshilën, atë në kapuçin me pantalonin dhe kështu, atëherë ishte i rrobë, nëse ke 2 rroba fut që është i hinte të pasurit. Pra i mori çka kishte plus çka ka pas tjetër, por edhe rrobat. E rrahën e plagosën dhe i lanë gjysmë të vdekur. Bine e gjysmë vdekur, është plagosur, ra nuk dallohet, ka ra pandjenja, është gjallë, pra është pandjenja, nuk dallohet atë gjalla vdekur. Cila ishte motoja e këtyre kusarëve? Ngjoni këto motot mas saj se sa bukur është. Cila është motoja e këtyre kusarëve? Motoja e këtyre kusarëve është çfarë është e jotja, është e imja. Çfarë është e jotja më përket mua? Pra, me grabit, me përfitu, me marrë prej tjetrit. Çfarë është e jotja mund të bëhet e imja, mund ta marr. Jetojmë një botë grabitçare dhe sot që po merren toka ose t'ia marr tjetrit çfarë është e vetja. Çfarë është e jotja, është e imja, ky është kusari. Mendoje se mund kategorizohesh në një kategori këtu. Çfarë është e jotja, është e imja. Ky njeri gjysëm apo gati i vdekur s'mund ta ndihmonte veten. Kishte nevojë që dikush ta bënte për të. E vini re vargun 31 thotë rastësisht, thotë Jezusi aty kalon një prift. Tani nëse do ndalonte historia këtu, ra një person duart të kusarëve, e rrahën e zhveshën, i mori gjithë e lanë gjysmë vdekur, por aty kaloi një prift. Lavdi Zotit shqyr. Se kaloi prifti, kaloi një njeri i mirë. Kaloi atij që ai që shërben dhe ai që i ndihmon njerëz, dhe ai që ka për detyrë me bë këtë, do ta kesh shpëtuar. Nëse ndalon historia këtu, më një herë do të kishte menduar që sa mirë që kaloi prifti asaj rruge. Por jo. Ai e pa
por kaloi me atan, kaloi në anën tjetër. Ashtu edhe një levit, kur arritit në atë vend, erdhi e pa, u afrua, por nuk u ndal e kaloi në anën tjetër të rrugës. Tani Jeriko ishte një vend rural afër Jeruzalemit ku jetonin një numër i madh priftërinj e shërbëstarësh, pra priftërinjt janë ata që djegin temjan e hynin në tempull, levitit janë ata që shërbenin, adhuronin, mbushnin ujë, bënin detyra, shërbenin tempull. Dhe këta shërbëstar, priftërinj dhe levit që mund të jetonin në Jeriko ngjiteshin për të bërë shërbesën e tyre në Jeruzalem, e largoheshin për disa ditë nga familja, shkojnë në Jeruzalem për të bërë detyrën e tyre priftërore apo rendin e tyre që i kishin caktuar me rende, me kohë, me ditë. Dhe kishin lënë familjen, gruan dhe fëmijën dhe ata janë të kthyer me shku në shtëpi. Kanë marrë shërbesin, imagjinoje çfarë po ndodh. Ky prift dhe ky levit kanë qenë duke shërbyer në tempull, kanë qenë duke predikuar, duke mësuar, duke adhuruar. Ashtu si më thon ndryshe për ne sa kena dalë prej kishit. Sa kena dalë prej kishit që kena adhuru Perëndin, kena shërbyer, kena thënë Zoti i Krishti, haleluja, ne sa po dalim, shohim një person tjetër që është duke vdek, e kalojmë në anën tjetër. Tani Levitiku 21 deri në 4, që mund ta lexoni ju, që mos më marr kohë, po lexojmë thotë nëse një prift që shërben shef apo takon një njeri që është i vdekur, nëse nuk është familjar i tij, që sa i vdekur, nuk duhet ta prek, sepse në qoftë ligji është se ti prek një të vdekur, një të vdekur bash i papastër vetë. Dhe pastaj duhet me kalu për një procesion tjetër për të pastruar, për të bërë denj, për të adhuruar, për të shkuar në tempull e tjerë. Kështu që nëse ky nuk e din a ka vdek as ka vdek, por ndoshta është i vdekur, nuk e din, kështu që gati te ndoshta i vdekur, bëmë e prek këtë, bëmë i papastër, jam të ikë për shtëpi, duhet më njit edhe herë në Jeruzalem. Me lanë punët e mia, me shku edhe herë, me bë ciklin e pastrimit edhe herë. Kështu që ai zgjell përmes dhëmshurisë, para dhëmshurisë për tjetrin që është duke vdek, zgjell veten e vet. Apo ndryshe me bë punët e veta, apo për kry punët e veta përpara dhëmshurisë dhe punëve të tjerëve. Çfarë është motoja e priftit dhe e levitit? Nëse e kusarit ishte çfarë është e jotja, bëhet e imja. Motoja e priftit dhe levitit është çfarë është e jotja, çfarë është e imja, është e imja. Ti në punë tane, las ke vdek, unë punë time të bë punët e mia, jam rregullën për vete. A jam rregullën për vete? Çfarë e jotja, ti bën punët e tua, unë bën punët e mia, apo ndryshe nuk i prishin punët e mia për punët e tua. Nuk i prishin punët e mia për punët e tua. Një shërbëstar që ishte caktuar prej Perëndisë për t'ju shërbyer njerëzve, zgjell pastërtinë e tij ceremoniale përpara pastërtisë zemrës. Ashtu siç thot Jezusi që nga jashtë jeni të bardhë si bora, por nga brenda jeni varre që vini erë. Varre që vini erë. Pra ky prift, ky levit duhet zgjidhin më shumë mëshirën e dashurinë për tjetrin. Pra të ndihmojë tjetrin, po shikojnë punët e veta. Vëlla motër, nëse jeni në këtë kategori, nuk jeni në vend të mirë. Nëse vetëm shikon punët e tua, po shpërkollaj, lëndohesh, amërzitesh, s'ma ka bën këtë si ja bëj. S'është kujdes për mua një herë, s'kujdesem për të. Se më ka respektu këtu e s'ja respektoj, se nuk më ndihmoj atje, nuk e ndihmoj, se nuk më dha këtu e nuk ja jep. Shiku punë tua, mos me bën çfarë Perëndia të ka thirrur për mu la si jashtëmi, por së brendshmi vjen erë. O me det. Rëndësi ka për ata një dukje jashtme, por jo mëshirë, por jo dëmshuri, por jo kujdes, por jo falje. Hinja e vargun 33. Por një farë samaritani, pa hemër, një farë samaritani. Ne e njohim këtë historisë të tash samaritani i mirë, po këtu nuk thot samaritani i mirë. Por Jezusi e zgjolli me qëllim në histori të vendoste një samaritan, sepse për hebrejt nuk ka një samaritan të mirë. Themin e samaritan i mirë, për hebrejt nuk ka samaritan të mirë.
Për hebrejt një samaritan i mirë është një samaritan i vdekur. Siç sknojnë ushtrit greke dhe serbe për ne kur bëjnë luftë, shqiptari i mirë është një shqiptar i vdekur. Shqiptari i mirë është një shqiptar i vdekur. Ashtu më thonë duke treguar Jezus në historinë kishën tonë. Dhe mos marrin shembullin e një personi thotë, kaloi Fabi e Maria atje nuk e ndihmuan, por erdhi një serb. Po erdhi një serb e tregoi mëshirë dhe dashuri për ty. Zgjolli me qëllim Jezusi këtë samaritan. Ky samaritan që po kalon të andej, dhe mund të ishte vetë objekti grabitjes, duhet me kalu shpejt sepse po kalon të një territor hebre, ishte i pa dëshiruar kur kalojnë samaritan, mund t'i vrisnin, mund t'i rranin hebrejt, ishte i pa dëshiruar, ishte ai objekt më shumë se çdo kusht tjetër për t'u grabitur, për t'u rrahur, për t'u zhveshur. E ndoshta kanë të kalu për shpejt. Por jo si priftje se Leviti nuk tha, këshyri punët e mia. Ti ki ti baj bisht, mos të më shohin e mos të më kapin edhe mua, se ba mu nal, ndoshta më fshat hajdutet ta eskuta ku kanë rujtën të më rujt dhe mua. Kur e pa judhims, pati edhe mshuri. Jo judhims, e pa judhims me gojë, sa keq që e pas kanë bazë gjinohet rrezikut e të vesht me ba punë të veta, po i erdhi pranë, por ju afrua, por e preku ja lidhu plagët duke i derdhur vaj edhe verë. O, Zot në ndihmo. A ma min ment, tani i thot i hell verë edhe vaj, por a ma një ment, ma përpara, tek 9:33, kur Jezusi donte të shkonte në Samaria, i dërgoi dishepujt e tij përpara tij, por ata e panë që e kishte drejtimin për nga Jeruzalemi, nuk e pranuan, dhe dishepujt e tij, Jakobi dhe Gjoni, ky Gjoni i dashurisë, i tha Jezusit, ati lutemi Zotit për samaritant që të hell zjarret i përvloj. Këta janë gjallë samaritant, ky dëmi përvlu, kurse ky samaritani e gjend vdekur dhe dëme ndihmua. E kupton ndryshimin. Apostujt e Jezusit vet për samaritant që nuk e pranojnë, thot atë hellin zjarr dhe ti djegim. Kurse ky samaritan, ky armik që e ka duke veshet, duke vdekur, një jude ja afrohet për ta ndihmuar. Kishte një urrëtie, kam thënë dhe përpara, të ndërsjellët mes hebrejve dhe samaritanëve. Ata ishin ndan dy mbretëri të ndryshme, asirianët erdhën, i pushtuan, u përzihen me racat asiriane, ishin një racë e përzier, samaritanët kishin ndërtuar një tempull kundër tempullit në Jeruzalem, në Gerizim, që e prishin ma vonë Makabejt. Kishin kopjuar ligjin, kishin bërë një fe, konsideroheshin prej hebrejve dhe samaritanët, shiheshin si bastarda, si hora. Sa kur luteshin hebrejt, i thonin Zotit, kim shirë për ne, o Zot, na kujto ne në ringjallje. Por mos i kujto samaritanët në ringjallje, mos i kujto ata, lene mos i kujto fare, na kujto ne, por ata mos i kujto në ringjallje. Dhe këtë bastard, këtë horë që ata e konsiderojnë dhe luteshin, mos ta kujton të Zoti, që apostujt thonë të hellin zjarre shufur përmes tyre, përmbi ta, ky u kthye në heroin e historisë Jezusit. Ky samaritan ja lau plagët me verë për disinfektim, pra vera është pra si me alkool, si me thonë ja lau për t'ja pastruaj, ja leu me vaj, si me thonë me krem përmes që të su plagët dhe dhimbjet. Pastaj ul në tokë për veten, kishte hyrë në kafshë, gomara ndeve, nuk e thot çfarë kafshët, por e vundin kafshën e tij e vetë ecin kam. Dhe e çojnë han. E u kujdes për të. 35 thot dhe të nesër kur do të ikte, vazhdonte punën e vet, nxorri 2 denar. 1 denar ishte paga një dite, nxorri 2 denar, që teologët dhe studiuesit nuk bien dakord këtu, po disa thojnë është pagesa për një han. Paktën 2 javë deri në 2 muaj ka paguar, kurse mi pagu hotelin minimumi 2 javë, disa thojnë minimumi është 2 javë, ndoshta edhe 2 muaj pagesë për hotelin derisi të rikuperohet, plotësisht ndoshta i ka thyer kamën atij personi dhe i thot hanxhiut kujdesu për të, e çat shpenzojnë më shumë. Do t'i jap kur të kthehem. Do të paguaj kur të kthehem. Shikon, nëse ky jude që e lën han, ky person nuk do t'i paguën të këto denar, dhe nuk do t'i paguën të pastaj pjesën tjetër kur të kthehej, ti mund t'i shpëtohej jeta,
por do të kthej një skllav, do të kthesh në sklavin e personit e hanxhiut, sepse s'ka për të paguar, o do të mi pagu borxhin ose do të kthehesh në skllav. Ky samaritan jo vetëm që i shpëtoi jetën, por e shpëtoi gjithashtu nga slllavëria, e bani të lirë. E bani të lirë. Çfarë ishte motoja e këtij samaritanit? Kush e gjen? Për kusarit ishte çfarë jotja është e imja. Për përftrin e Levitin është çfarë është e jotja, çfarë ishte imja është e imja, ti punë tonë pentime. Për samaritanin motoja është çfarë është e imja, është e jotja. Çam përket mua është e jotja ta jap ty. Çfarë është e imja, është e jotja. E Jezusi pyet cili nga ta tre. Pani Reba tregon historinë, tha pastaj i bën pyetje prap juristit ligjit për ta dhënë vetë përgjigjen. Cili nga ka tre është i afërm i atij njeriu që ra nduar të kusarme. Edhe juristi tha ai që tregoi mëshirë ndaj tij. Ai që tregoi mëshirë. Jezusi tha, shko bëj edhe ti, manë në herën e parë, shko bëj ashtu. Atëra e the, shumë mirë, the bravo, me gojë shumë bravo, the gjetë. Lumt, bëje. Sepse nëse nuk e bën ajo që thua është e pavërtetë. Nëse nuk e bani atë çfarë pohoni, vëllezër motra, nuk jeni të vërtetë. Jezusi më shumë se sa për t'i dhënë përgjigjen kush ishte i afërm i tij, në fakt ai e ktheu dhe kuptimi i asaj çfarë po thot Jezusi nuk është më e rëndësishme kush është i afërm i jot. Pyetja më e rëndësishme nuk është kush është i afërm i jot. Pyetja më e rëndësishme është për kët je ti i afërm. Për kë tregosh ti i afërm? A je ti i afërm i dikujt, apo kujdesesh ti, a je ti si samaritani, a je i afërm i dikujt ti? A bën ti këtë si bëri ai? Kjo është mtyll vëllezër motra më shumë se sa të na mësoj se si fitohet jeta e përjetshme, nuk na është qëllimi të kuptojmë se si fitohet jeta e përjetshme. Por ka më shumë tregon se si duket, se si jetohet ajo jetë që është fituar për Jezu Krishtit. Si duket, si dallohet, si shifet ajo jetë që është fituar për Jezu Krishtit. Nëse ke përjetuar mëshirën e Krishtit, atëherë s'ka rrugë tjetër veç se ti jesh i mëshirshëm, nëse je i pamëshirshëm nuk ke përjetuar mëshirë. Nëse ke përjetuar faljen e Perëndis, nuk ka rrugë tjetër veç se të falësh. Nëse nuk fal, nëse ke vështirë të falësh, atëherë nuk e ke përjetuar faljen e Perëndis. Nëse e ke përjetuar dashurinë e Perëndis, nuk ka rrugë tjetër veç se të tregosh dashuri. Nëse e ke përjetuar dhëmshurinë e përkujdesin e drejt për drejt Zotit Jezu Krisht, nuk ka rrugë tjetër veç se të tregosh kujdes për tjetrin. Jo çfarë ke bërë. Ka është kjo tema, çfarë ke bërë ti për të fituar, çfarë ke bërë ti në kaluar për fituar jetën. Por çfarë ka bërë ai për ty? E me që ai ka bërë për ty, edhe nëse e ka rilindur për të rirë zemrën tënde, atëherë do të bësh ti njëjtën gjë për të tjerët. Është e qartë vëllezër motra që nëse e duam Zotin me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt dhe me gjithë mendje, është e gënjeshtër ky pohim nëse nuk e duam të afërmin por si veten. Marrëdhënia jonë me njerëz të tjerë vërteton ose e pavleftëson ose e shfuqizon pretendimin ton që e njohim dhe e duam Zotin. Kjo nuk është një thirrje për përsërismëri, nuk po them këtë që kjo nuk është një thirrje për të qenë përsosur edhe s'do gabojmë kurrë, gjithmonë do duam në mënyrë përsosur si Jezusi, jo. Vetëm Jezusi e donte plotësisht Perëndin me gjithë zemër dhe edhe të afërm për si veten e tij. Vetëm Jezusi ishte vazhdimisht i mëshirshëm me çdo që i dilte përpara. Por është një thirrje për të shqyrtuar nëse në marrëdhëniet tona ka prova që ne e duam për Perëndin. A ka prova, a duket kjo? A jemi të mëshirshëm?
A jemi dëmshur me tjerët? Nëse ja na shkalojnë këtë gjana, apo falim tjerët? Nëse jo, ka shumë gjarë. Nëse jo, ka shumë gjarë që jemi jashtë hirit dhe faljes Perëndis. Mënyra se si jetojmë me tjerët është një dallues të tregues për mënyrën se si ne jemi të lidhur dhe kemi marrëdhënien me Zotin tonë. E kjo na thret për një veç shqyrtim e na çon jokun tjetër verse drejt hirit Perëndis. Tani për ta mbyllur, kur e predikojnë shumë tjerë, veçanti bota karizmatike, këtë e predikojnë këtë shëmbulltyr në mënyrë alegorike, që kursorët janë mëkati që e dëmton njeriu, Jezusi Samaritani është Jezusi që ja lau gjaku i tij, e kjo në këtë mënyrë. Jezusi nuk ishte fare në mendje për këtë alegori, për shku kaq larg, për të treguar këtë, thjesht për të thënë që atë që nëse Zoti ta ka ndryshuar zemrën dhe e don me gjithë zemër Zotin, atëherë duhet ta duash të afërmit tënd por si vetvetja. Ky është qëllimi i historisë. Por nga ana tjetër, edhe pse Jezusi nuk e thotë që unë jam Samaritani i mirë. Nuk e thotë unë jam Samaritani i mirë. Por ai është vërtet Samaritani i mirë. Ai është vërtet Samaritani i mirë sepse ai është drejtuar drejt Jeruzalemit. Edhe ai u tha tek 9:44, ai shtini mirë në vesh të fjalë, sepse biri i njeriu do të dorëzohet në duart e njerëzve, kusarve. Po shkon në Jeruzalem për të dorëzuar kusarve. Dhe ai shkoi në atë kryq për ne, për të na shpëtuar jetën tonë, e për ta çliruar jetën tonë nga sllavoria, për ta fituar jetën tonë për veten e tij, për ta ndryshuar, për t'i dhënë jetë, për na dhënë jetë re, e një zemër të re, që vetëm me anë të kësaj zemre të re, që e fiton ai në kryq për ne, ne mund ta duam Zotin me gjithë zemrën e re, dhe mund ta duam tjetrin, por si vetvetja. Pyetja për ne sot që e filluam është: në cilën kategori bie ti? Në cilën kategori bie ti? Është një pyetje për ta shqyrtuar veten seriozisht sot. Secili prej nesh që e duam tjetrin si veten tonë, sepse vetëm kështu dallohet që e duam Zotin me gjithë zemrën, me gjithë shpirtin, me gjithë mendjen tonë. Amen. Le të lutemi. Falenderojmë o Atë, sepse ti je treguar i dhëmshëm me ne, i mëshirshëm për ne, sepse na pe në gjendjen tonë të mjerueshme kur ishim në mëkat, të paftë për ta shpëtuar veten tonë, paftë për ta shliruar veten tonë. Kur askush nuk na u gjende afër, ti na u gjende, o Zot, ti na ofrove, ti na zgjate dorën, ti na morë, ti na shpëtove, ti na fale. Faleminderit që shkove në Jeruzalem, dhe jo vetëm në Jeruzalem, por në kryq për ne, për ta fituar këtë shpëtim për ne. Na dhanë një zemër të re që e don Zotin për rendinë e tij dhe të afërm për si vetvete. Na ndihmo Zot të shqyrtojmë zemrat tona, zvërteti. E të pendohemi për mëkatin ton. E të ngrejmë sytë drejt Krishtit, shpëtimtarit, që e falje, mëshirë, dashuri. Në emrin e Tij le lutemi. Amen.